Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, sot ishte një ditë tepër e rëndësishme për një proces pa diskutim historik shumë të rëndësishëm, pas atij të lirisë së Kosovës, pas shpalljes së pavarësisë, gjykimin e Hag, me ditën e sotme përbën një prej procese pa diskutim më të rëndësishme për një harkohë të sakrificës më sublime të gjithë popullit të Kosovës përballë një tiranie mizore Miloševićit e ku atje prokuroria së paku deri tash tentoi ta ndërtoi një rrëfim të rënd për dallim prej rrëfimit kolektiv të popullit shqiptar për rrethonat e kohës. Kam të ftuar sot njërin prej veteranëve të luftës së UÇK-s, një kontributor shumë i çmuar i kësaj lirie në Kosovë, në Maqedoni të Veriut, në Lugin të Preshevës, është Dardan Krasniqi. Faleminderit Dardan për kohën. Faleminderit juve, mirë se dëgjoj. Me sot e dha fjalën e ti përfundimtare, ish presidenti Thaçi, Zoti Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, në kuadër të një maratone të gjatë, të një drejtësie, siç është thënë, të marrë peng nga praktikat abuzive të kësaj drejtësie, që nuk vendosi të vënë zbatim vetë standardet e saj për një proces të paanshëm, transparent, pa paragjykime e kështu me radhë. Për ju si veteran lufte, çfarë përfaqëson kjo ditë sot? Po, që ne tash po ndodhemi me një situatë për cilën normalisht nuk është e mirë për shkak që edhe festat i kemi kthyer në revolt. Jo për shkak të qenjes tonë ose për shkak të veprimeve tona. Ajo çka njihet kështu edhe shkencëtarisht është se instinkti i vetëmbrojtjes është unik për të gjithë. Domethënë, nëse diçka kanë të përbashkët shtazë dhe njëri është instinkti i vetëmbrojtjes, është reagim normal. Mendoj jena në këtë situatë ku fjala e prokurorit të ndërtuar me trillime, me shpifje, me lëndime, me një proces të kontaminuar, disi krijoi dy pole. Një, të asaj se është shpërfaqë edhe njëherë se kush është Serbia, fakt, edhe anën tjetër se populli e pa se i tingëlloi një zë i atyre prokurorëve dhe atyre zërave të ish sistemeve që print e tonë i kanë përjetuar me dekada, me shekuj në raport me luftën për drejtësi, luftën për çlirim, se aq më shumë shqiptarët edhe brezi nuk ka bërë se sa luftoi për liri dhe për drejtësi. Edhe kur populli e ka këtë sakrificë përpara, normalisht se nuk ndihet mirë edhe është një farë kështu shpërthimi në ndjenjet dhe në shpirtin e një populli që ka sakrifikuar shumë për lirinë dhe për çlimin e këtij vendi. Krijimi i gjykatës speciale jo vetëm si pjesë e luftës e kemi qenë. Normalisht unë në atë kohë kam kundërshtuar dhe besoj fuqishëm se është dashur me kundërshtuar me lloj mjetin. Në fakt në këtë kundërshtimin ton si pjesë, edhe mirë që këtu po e tham lëvizja vetëvendosje tash ju kthy në farë mënyrë gjysmake po ju kthy kundërshtimit se ka qenë kauze e fakt e lëvizjes vetëvendosje me kundërshtu zëshëm gjykatën speciale. Unë atëherë kam thënë edhe sot mendoj që puma është dashur me kollë institucionet se ka qenë një padrejtësi e madhe për shkak që kemi qenë protagonistë të ngjarjeve. Jo këtu sot për të ndërtuar narrativën edhe për të lavdise, e kam thënë edhe është e vërtetë se edhe populli jonë edhe ne që kemi qenë pjesë e luftës së bashku nuk kemi bë asgjë më shumë se sa ka qenë detyrim. Punën më të madhe kanë bërë dëshmorët e kombit. Edhe kur ne kemi mbi 20.000 gra e nëna e motra tona të përdhunuara, e kur ne kemi mbi 1.400 sa fëmijë janë të vrarë të zhdukur, kur ne kemi dhënë sakrificë të madhe për liri dhe çlimin e Kosovës, ku për këtë liri jo për të sulmu ose për të ataku komunitete të tjera, po për këtë liri dhe për këtë çlirim janë vrarë, janë dhunu, janë përdhunu, janë djegë, janë shkatruar vetë shqiptarët. Edhe duke pa që gjithë këtë sakrificë kemi bërë. Në fund kemi bërë, po e tham kompromise, po s'po tham
hiç kompromise, po e tham që kemi bon një diçka që nuk ka mujt, ose sot nuk mujnë me bon shumë vene në Evropë e gjithandej botës, ne kemi ndërtu një shtet, kemi bë kompromise në simbole, kemi bë lëshime në aktin më të lartë juridik kushtetutën për dëshmu se shqiptarët janë liri dashës, dhënë drejtësie të tjerët, po. Absolutisht, në këtë historinë tonë shqiptarët nuk edhe kjo shpesa makrenare e popullit tonë. Dardan, gjykata speciale shprehur figurativisht, po them me këto figurat letrare. Është kështu pak a shumë për ekspertëve. Shihet për njerëzve shumë të njohur juridik. Kopertinën e librit e bëri Kosova, për mbajtjen e tij e shkroi Serbia ose Moska. Pak a shumë kështu konkludohet, përfundohet si proces i tillë. Kosova dha fjalën që nuk ka asnjë arsye që të ikë kësaj drejtësie selektive ndërkombëtare, të njëanshme vetëm për njërin palë, mbylli njërin sy për ndëgjuar miqt, dhe gjithë procesi për 5 vite konkludoi që platforma e prokurorisë është ta ndërtoj një rrëfim të rram të paqen për atë që e ke jetuar Dardan ti në luftë dhe gjithë populli shqiptar këtu në Kosovë. Dhe kur e shohim gjithë këtë proces përfundimin e tij, në pritje që edhe trupi gjykues të jap fjalën e tij përfundimtare, me një gjykim që pritet të jetë lirues për gjithë shërimtarët. Gjithë ky rrëfim, çdo më thon për familjet e dëshmorëve, për gjithë ata martir, për ata të vrarë, apo u lëkundën edhe eshtat në varret e tyre mbi atë përjetim në esencë. Nga ky rrëfim i paqeni prokurorisë teksa shohin gjithë akuzat në proces. Me qenë se këtë liria jo nuk ka qenë në kuptimin rrëfime personale, unë mundohem shumë... E thamë se cili ka rrëfimin të ardhën personal, dhe mbi rrëfimin personal ndërtohet dhe rrëfimi përjetimi kolektiv. Me ndërtu një mozaik në këtë pyetjen e çmuar që bëre. Unë shumë herë mundohem që ti, jo shumë herë, po në gjithë jetën time mundohem që të si me thonë, ti përmbaj emocionet. Më thonë, luftën më të madhe ka me veten me i përmbajt emocionet, dhe pse jetën a ka bë sentimental, për shumë arsye. Shumë pak kemi tërgu për rrëfimet e luftës. Kjo ka qenë një sakrificë për cilën neve për na bë dëm. Për na bë dëm në jetën dhe për dëshmërinë tonë. Pa e nisi me këtë. Unë kam shumë shokë të vrarë, të rënë dëshmor me plumë në ballë. Jo vetëm në luftën shërimtare këtu, po gjithandej ka u bë luftë prej 98-s deri në 2000. Sa herë që e marr djalin tim me ulin prerë, i kujtoj 3 shokët e mi që nuk kanë lënë fëmijë. Llogarit sa i shtajtë është çmimi për lirë. Përjetimi jo i lehtë për ty që ke pas ata bashkëluftare, kur e shef fëmin. Nuk ka emocion që e përshkruan. Është dhimbja më e madhe që përjeton. Pra, kanë lënë gratë e veja, nuk kanë lënë fëmijë. Është çmim shumë i madh që kanë pagu të rinjtë. Ndjeshte 18 vjetori i pavarësisë të Kosovës, edhe ky numër 18 më përkujton moshën mesatare edhe të ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës e të dëshmorëve të kombit. Kjo është rrëmbëllakësimi i këtij jubileut. Secili prej neve ka shumë rrëfime për tregu. Normalisht, edhe kjo ka qenë pse ne kemi qenë kuno gjykate speciale, për arsye se kemi jetu me popullin, kemi pa, unë kam përjetu luftën e madhe të Ravecit, 70.000 gra e fëmijë. Edhe po e nisi kështu me një diçka. Kam qenë në betejen edhe kam qenë në roje nderit ku është vra dëshmori parë, Xhaxhaje mi merr Krasniqi me 15 qershor 1998. Ja kam pa dhe plagën që ka pas mu në ballë. Në aksionin e parë, para kësaj date, më shplagos baba me 9 pluma. Edhe kur kam dëgjuar në radiolidhje se kanë thënë u shplagos plakën në një aksion që për herë të parë kanë bërë dy njësi, lumi dhe qeliku, lumi dhe plumbi, ka qenë
plak e gëzëf shplagën. Kam pritu edhe kjo ka qenë në aprill të 1998. Plak e gëzëf shplagën. Plagën. Kjo ka qenë atë që kam dëgju për herë të parë në radio. U plagës plaku, edhe se cilin në radiolidhe plak e gëzëf shplagën. Në luftën e Maqedonisë, më kanë thirrë, më kanë thonë, hajde se vdiq vllau im i madh që është në rasin Kumanova. Edhe nuk besoj që njerëzit në historinë e tyre kanë pas kësi rrëfime që për 5 minuta me i pritu dy ekstremat. Një lajm se të vro vllau, edhe ti kur shkon në gjanë të gjallë, kthehet në jetë, po edhe kjo nuk është lavdia më e madhe e popullit tonë. Lavdia më e madhe e popullit tonë është që mu më trishton, edhe nuk muj me qu mendimin deri në fund kur i mendoj këtë situata, është kur shumë martir i kanë zonë policia serbe dhe i ka vendosë para pushkatimit. Në llogarit çka është me vendosë njerin para pushkatimit. Në prezencën e fëmijët. Edhe ai kallëzën e tërgën, dhe me thonë, burninën e shqiptari. Falë për gjuhën që duhet me përdor, po ka kësi raste në shumëta që një edhe njerëz, që në prezencë e nënës, gruas, fëmijës, ku natit, fëqinjot, kur i kanë zonë serbë dhe i kanë do për i familje, i kanë pushkatu, ai nuk është dërzu, po i ka thonë edhe policit serbë, qitë pëshurë shanta, tekstualisht, edhe ka rënë me dignitet. Edhe këtë histori të madhe të popullit tonë, me bë kompromis me një gjykatë speciale, ka qenë e pa kuptim të rënë. Edhe pikrisht të i pas të rrëfime të jetës tonë, të i pas të rrëfime të përjetimeve tona, të një populli që ka vujtë shumë, të një populli që ende nuk i din ku i kap lagët e fëmijëve të vetë, të shumë nënave që po ikin, edhe nuk i kanë gjetë akoma djemtë të tyre, të shumë nënave që një shumë nëna dëshmorëve po e përmen, i kanë përmen edhe diku tjetër një rast kur i kemi vërrus në 2001 në vitin 2002 në Likov të Karadakut në Maqedoni në luftën në shukës kombëtare në Labinotin, visarin e Lmion 3 shokët me gjeneratës, cilët janë vra, kujtohet fjala e një nëne që s'është sot, nëna Shefki, nëna visarit, edhe nana Labinotit, dada Gjemil është gruaja Xhaxhait, mirë që kanë rrë, po të paktën këthenaj trupat e tyne, le t'i varrosin në Malishev. Të me thonë, kemi thonë, po, do t'i sillim trupat e tyre me i varros Malishev, e kemi di që s'kemi me i prunë me i varros, po kanë qenë prejtime të rënda. Per arsye se ne kishim Ismet Jasharin, Kumanovën të varrosur në Kleq, ndënim që një farmyre simbolike borçin Ismet Jasharit të varrosim edhe në Karadak. Pra jeta këtë brezit tonë është prejtim. Dhe është dhimbje. Kur e shet që çfarë ndodh në këtë proces, po them, në Hag, kur e shihni ju, e ndëgjoni, kur e shohin ato nëna jetë gjatë paqin, ato që janë në jetë nëna të dëshmorëve, të martirëve. Nuk është e lehtë, apo jo, Dardan, kur e shohin në them se përjetimi tyre në luftë ishte jetë ose vdekje. Ju kishit pak me vdekjen, edhe martirët kishin pak me vdekjen që i përmende ato se çfarë i ka thënë një policia, një paramilitari serb, njëri prej tyre. Gjithë këtu jam. Dhe kur e shet gjithë këtë proces është përjetim vërtet një padrejësie të pa justifikueshme, padrejësie të madhe mbi platformën e lirisë, kërkesën e drejtë që kanë pas shqiptarët. Po pikrisht kjo është edhe kjo çmenduria që ndodhi tek ne. Pra asgjë nuk është lufta kur lufton për paqë. E keqja më e madhe është kur paqja të kthehet në luftë. Këtu njëri ka shumë dilema. Pra në luftë për te
gjithasaj që ti sheh dhe përjeton, e që në fakt ky kontaminimi jonë politikë shoqëror në farë mënyrë na I kthej rrëfimet e luftës si lloks. Të jetës dhe të veprës të shumë shokëve të mi të luftës, të cilët sot nuk kanë as kulumbi kokë. Më të jetojmë në vitin 2026. Kemi gojën plot UÇK, kemi gojën plot veteran. Kam qenë zëri më kritik për shokët e mi që janë fut në politikë dhe në botë pasur. Kam thënë bin shumë po me dhimbje të madhe se nuk ka një djalë dëshmori që vozit një makinë 10.000 euro e unë I gjej shumë bije të komandantëve që vozisin vetura të shtrejta. Pra e kam thënë kam pagu edhe këtë çmim në lirien tonë. E kam pagu këtë çmim jo për t'i thurë vetit lavdi, po për të qenë zëj një luftetari që nuk kursehet në raport me gjakun dhe betimin në UÇK-s as ndaj shokëve të tij. Luftuar për liri, për një mjedes liberal, ku e drejta e mendimit të lirë është e garantuar. Absolutisht, e ti këtë që unë e them vazhdimisht që këtë që kemi bën është për fjalën e lirë, për qenë të lirë. Mirë, po fjala shumë herë merr kuptime lëndose. Demokraci ka dhe kosto. Ta fronet mund të largoj me njerëzve. Jo kur ti kritikon me argumente, po kur ti fyesh, nuk njihesh mirë ose asgjë nuk na lëndon Serbia, se nuk presim asgjë në raport me UÇK-n, po ti njihesh keq këtu mbrana për mbrana kësajna. Edhe mesazhin e këtyre djemve, cilët kanë dashur me I tregu edhe faktorit ndërkombëtar për shkak që ai hyri më herë në Kosovë, po edhe të tjerëve të cilët kishin dilema për luftën, se ka djem UÇK-ja që I bojnë disa luftra, I kthehen jetës normale, shkollohen e edukohen, pa ja marrë asgjë nga ky vend, nga ky shtet. Pra, njëri ndërta jam ai, I cili përfaqësoj zërin e shumë të tillë. Pra, mu më bjen me u taku me plot e gjithë ditën e kam e javën me shokët e mi të luftës, bjen me I taku djem e asfaltit Gjakovës, bjen me I taku djem të brigadave të njësive të ndryshme të UÇK-s gjithandej Kosovës, edhe shem me çka I përball jeta, edhe e shes se ku është kjo pjesë e lirisë edhe lavdijes tonë. Polarizimi politik, Dardan. Po normalisht Polarizimi politik, a ka ndikuar që udhëheqësit politik të drejtashëm, edhe ata që janë në hak me shpresën natyrisht që të kthehen të lirë me një akdenin të trupit gjykues. Ky polarizim, këto antagonizma, a e kanë futur në fjok shumë tema që për cilat ishte dashur që kjo shoqëri të ketë konsenzus, të mos ketë polemika, siç është tasëm edhe kryengritja e drejtë e popullit që parë në luftën e UÇK-s. Në fakt, edhe gjykata speciale është krijuar me këtij polarizimi. Asgjë s'ka thënë prokuroria speciale, se sa kanë thënë këto shokët e tonë mes vete, se sa kanë thënë politikan për njëri tjetrin, se sa kanë thënë gazetar të shitur e të abonuar, që vazhdojnë edhe sot të tillë. Pra krejt mozaiku që kanë ndërtuar në fjalën përfundimtare prokuroria është ajo që ne kemi thënë këtu për njëri tjetrin. Platforma bota sot këtu. Platformat të tilla të bota sot, platformat të tilla të gazetarëve me abonim, siç është kjo krijesa që nuk përfaqëson asgjë, po vetëm krijon kontaminim politik Vudi Xhamshiti, po kur tham për ta, po tham kur nuk I kursej edhe shokët e mi për shkak që hyjtën politikë edhe për të bërë dikush deputet, për të bërë dikush ministër, fillonin me kësi gjërat e kota. Edhe çmendëria më e madhe është kur ti jeton në një terren kur ke pas gjithçka. Kush është gjithçka? Po, unë jam munduna me qenë shumë I kujdesshëm për shkak të procesit, po edhe mos më marr kështu këtë llogarit shumë herë unë jam në ato pozicione të pse nuk kursej asgjë me çka më thon. Për arsye se njerëzit versulen, jo pse le të shojnë sot javë dhe zemra, mendja se unë veç dashni kam për njerëz.
Po, a di disi ki një teren kontaminus për cilën do të me bo shumë hapat kujdesshëm e me pas bo këto hapa shumë kujdesshëm në luftë me armikun, kishim korë suksese më të mëdha. Pra, në raport me armikun, s'kemi kursy kur gjësët, në raport me qytetarin tënë ti duhet me hecë pak se kur në fusht minu nëse ku po bin mina. Është polarizuar, fragmentarizuar shumë, antagonizma thellë. Absolutisht. Të ka dhe demokracia, por thëmë une krasniqe për temat e rëndësishme. Pikërisht për temat si që është ngritja për djelirës. Po pikërisht dishta këtu me thonë, unë kam bosh... Urejta mas e me zvitje a ka arsu një shikim ma të peshumë, objektiv, që ishtë është ta kene litat, për ta mbrojt më shumë, gjithat rezistencë të drejt të popullit tonë. Në fakt, ne pretendojmë kemi elita politikë, po s'kemi elita politike. Po në piquj me qënë si janë... Po, jo, nuk është në raport me ty, është në raport me fenomenin që ndodhë. Po të kishim elita politike në Kosovë, nuk dhe të bënim kompromise me qenjen tonë. Pra thash në rëfimin tim, se ka ndollë njerës para pushkatimit, në prezencën e fëmijëve, që si ka po kur, edhe që as trupi nuk i dihet ku është, edhe u tregu njeri. Pra, elita nuk do të bëj kompromis me qenjen e saj, me historinë, me lavdijen, për qenë qoftë, për ta marrë një privilegj, ose për ta marrë një copë bukat e më shumë se dikush tjetër. Pikrish për shkak të këtij degenerimi politik, të kësaj goditje me njërin tjetrin pa shkas. Shumë, edhe sot ne ku jetojmë ndodhen shumë gjëra pa shkas. Ndodhen pikrish për shkak të pjekurisë politike, të kontaminimit e tij politik, të ngritjes që politika ka dhënë modelet e tilla. Por politika së të përcakton se ti në arritjen tonë në cilin nivel duhet me qenë. Po. Që është në kundërshtim me disa rregulla se si shumë fragmentarizuan njerëzit, helmuan njerëzit, ndan njerëzit dhe i bën që të mos kenë vëmendje objektive mbi të tema shumë etike të rëndësishme, siç është lufta natyrisht. Se unë kam shumë rrëfime personale në raport me gjithta, po organizimin e shtrimin e UÇK-s. Keni orë nga afër dardhan. Po nga afër kam sot me shumë protagonist për cilët për 5 vjet gjërna. E din çfarë funksioni kanë çfarë roli, çfarë pengesa kanë bërë gjatë luftës për lirinë. Do të thonë liria është e të gjithëve, por për lirinë të gjithë duhet me kontribu. Ortak duhet të jenë gjithë të saj, po. Nuk bëhet lufta pa berber, nuk bëhet lufta pa kozhinier, nuk bëhet lufta edhe pa një nanë që qep uniforma. Po ishte ushtri vullnetare dhe në rrethana mjaft të zëshme se si jeni organizu. Në këto rrethana, dikush ta gjën zellin me dal me pengu këtë rrugtim, për cilën po në vetë jam pengu, jemi pengu në atë ko pa shkas, jo me shkas, po pikërisht pa shkas. Po ne që ky protagonizmi politik i njerëzve ka dëmtu shumë proceset e na. Në llogaritën e një moment kur mas marrëveshjes të Rambojes, forcat politike të luftës, ato që bën një kompromis në Ramboje dhe u dakordu që ta krijojnë një qeveri të përkohshme. Se kur në këtë moment shqiptarët ishin bashk, llogarit çfarë situata kishin me sjellë. Klima do të ishte ndryshe, vlerat për njerëz do të ishin ndryshe, sistemet do të krijoheshin ndryshe, pavarësia do të vinte më herët edhe jo me këtë çmim, me çmimin e kompromiseve për cilat ende po vazhdojnë, edhe normalisht që kjo qasje ka sjell, prandaj nuk kemi elita. Kjo klima e unitetit u manifestua edhe dje për të dallimeve sociale, politike, kulturore, e çfarë do dallimi tjetër shqiptarët, jo vetëm nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, nga Mali Zi, zbarkuar në Prishtinë, dhe kudo që ka protestë, ju e ndjeni në likur rëndësinë e saj, dardhan, kudo që ushtohet zoni UÇK-s, i asaj lirie, jo, duke që përjetoni edhe shumë fish ma shumë. Unë kam përjetuar edhe nuk... Si e cilësoni këtë protestë, po? Protesta ishte me një fjalë që populli dëshirimtarit e lirë. Po ajo që më bëri përshtypjen bëhen njëm kogja krenar, pavarësisht se në standardin tonë kishte edhe disa gjana për cilat unë kam kritikën,
edhe pa kritik nuk muj me ecë përpara se Demokracia, për ato është bërë betejë për një Iran liberal. Unë më lejon të falenderoj kështu publikisht, e kam falenderuar edhe në media tjera, më dje prezencën e shkëlqësisë saj zonjës Osmani që ishte prezent aty. Do doja të shih edhe kryeministrin, do doja të shih edhe ministra të tjerë, meqenëse se kish deputet edhe të partisë pushtet. Natyrisht, po. Edhe ti bre ke vendin aty ku është populli. Pra atje ishte populli aty, edhe populli do t'i prinin po pikrisht këto elita. Pa çka ndodh të na? Të na çdo herë ka ndodhur që ke marr Me vonesë tu të lexon gjonat e rëndësishme. Përveç që lexohen me vonesë. Pra unë po e tham, kjo është shumë e rëndësishme e thonë. Mos t'ishte fjala e prokurorit të gjykatës speciale aq e ulët, aq e poshtër që thyn luftën, sakrificën, dinjitetin, rrugtimin ton, nuk do ndodhshin as këto reflektime. Pra kemi reflektim jo 180 shkallë, të shumë protagonizë politik, institucional në Kosovë. Po kemi 360 shkallë, kështu ka ndodhur në dy fishim. Si nuk e shihnin se ç'po ndodh atje, mbase nga e shihnin, nga jo rrete, por u pa qartë që po këto egot politike kanë sjellë po e thamë. e kanë sjellë situatën këtë vend. Pra nuk nëse çka ndryshon që kanë thënë çdo herë kundër gjykatës speciale. Pse u desh me ndryshu? Nuk e kanë marrë si të mirëqen kolektivisht shoqëria mbase çfarë ka thënë edhe si rezultati i këtyre polarizimeve politike Krasniqi. Po absolutisht ashtu. Mbase thash, gjykoni se ka një homogenitet, një unitet kolektiv nën ankth se si po goditet gjithaj rrugtimi i lirisë. Nëse mëj me qujt postulat, është ose një rregull ose është një thënie njeriu që ka ndërtu themelet bazë të luftës kundër racizmit dhe të drejtave të zezakëve në Amerikë, Martin Luther King e ka një postulat të drejtësisë ku thotë kështu: padrejtësia ndaj dikujt është padrejtësia ndaj të gjithëve. Pra kjo ndodhi me ne. Nëse kjo padrejtësi është ndaj secilit do qytetar të Kosovës që është në gjykatën speciale, është padrejtësi ndaj të gjithëve. Prek, godet, përbalt, qenjen tonë. Përjetohet si e tillë sot kolektivisht. Absolutisht. Edhe kësaj e lufte me drejtësien, fakt, jo me drejtësien, me padrejtësien. Politika ka privilegje, po ka dhe kosto. Natyrisht. Të qenit kryeministër, president i këtij vendi deputet është privilegj. Po ka dhe kosto kur se kryen punën e punën dhe përgjegjësinë dhe detyrat që aty. Te ne njerëzit kanë bërë kompromise, kanë marrë votën e amën të popullit, kanë bërë kompromise pa pyet popullin. Nuk janë dëshku, përkundrazi janë akomoduar në postën e privilegje tjera. Mendoj që çdo herë zëri jam, edhe në luftë kur kam qenë, ka qenë për standard. Po të krijojmë standard, model. Se e kam marrë një shembull të shoqërisë çdo herë, unë shumë kohën e lirë kur e kam shpenzoj me fëmijë, jo për asgjë tjetër, se është obligim detyrë, po për marrë një shembull me po korreshjen e fëmijëve të mi në raport me disa situata. Ta zëm mund pyet djali, pse babi Xhaxhi Milajem, për shembull një bashkëveshtar jam, nuk ka punë, nuk ka shtëpi të vetën, jeton me përplasje, jeton kështu. Ku ju keni qenë shok luftës, ka qenë luftë, ka shkollimin, edhe pyetje shumë e vend. Po, edhe reagim shumë e vend. Edhe unë i tham djalit, kështu. Mirë. E ky shoku tjetër që të përshëndeti kush është, unë i tham ky është një dikush që babit s'ka mendu kur një jetë që shqiptarët duhet jenë të lirë, s'ka mendu kur një jetë të jetë një solidar ose dëmirës, nuk ka ndjellë dhimbje për asnjë proces që ka kalu Kosova. E qa ka ky ka të gjitha. Edhe djali jam e merr model këtë. Nuk e merr model këtë sakrificës. Mendoj që sot edhe Haradinajt, po flas për familjen Haradinaj, po flas me shkas, për i marrë me qëllim, për hir të opinionit, për shkak që mos me u gjyku politikisht, pse kam rrugtu me ta. Po familja më e madhe shqiptare e sakrificës prej Gjergjit e deri në brezin tonë është familja Jashari.
Po edhe Aradinajt, edhe Jasharajt, edhe sot shumë prej neve jetojnë me një mirëqenie më të mirë se sa kemi pas. Që s'mund të jetojnë njerëz njësoj në ekonomi të rregullt, kjo është në rregull. Absolutisht, po diçka tjetër. Po e referohesh mbase kujdesit shtetëror. Pikërisht. Me ligj të arrangjit që nuk është tani. Pikërisht, po ju diçka për te saj, po du me thonë, po ta përfundoj. Po kullat e Jasharëve për në renohen, edhe çdo kull atje në kushte atmosferike. Kam probleme të ndër me gjas. Që s'mund bushin xhep pasi duhet. po Ky është shpjegimi si përfaqësor publik. Cila është arsyeja e madhe pse nuk restaurohen, pse nuk mirëmbahen ato kullat lirisë? për deri sa na po flasëm rrit. Një tull e shtëpiave, e odave, e konakut të Shaban Jasharit ka vlerë më shumë se cili pallat që ndërtohet në Kosovë. Ne po lejojmë u rënu. Po lejojmë me u rënu se nuk kemi elita politike që ndjen dhimbjen dhe sakrificën e dhënë për këtë popull. Edhe kemi sjell prej një Adem Jasharit e një Hamz Jasharit e një Basit Shaban që ka sakrifiku këtë brezin e tij për lirinë dhe shërimin tonë. Nuk ka me pas një histori të popujve asnjëherë rast të tillë. Historia është e vetmja shkencë që nuk shkruhet dy herë. A e vetëm një herë tregon. Ne sot nuk jemi në gjendje me dhënë se cilin do proces një thu të fëmijës tonë për këtë vend. Se modeli është ai për cilin legena e qelpsirat e pushteteve pa dallim partije politike e shokëve me të luftës e të politikës nuk dojnë me u lodh. Ashtu si shte ne veprimtari madh, ne idol i jetës tim, i sakrificës që ky popull ka deshtu me vlerësu. Bacita Demdemoqi, se bacita kur po shkojnë e po hojnë llokuma po dejan. Ka qenë kritik Bacata. Me thonë, po, se cili ne kritikoj thëke po nuk kam ku të çoj janë njerëz të mirë. Jo, bër kritik, po ai ka shumë kritik ka qenë. Për As- mënyrën Asgjë nuk bëjmë ne më shumë kur shkojmë te mjeku se sa morëm kritikën e mjekut. Përshëndetjen. Mjeku nuk na shëron. po Po jo në raport që thojnë mes nesh debati, po për syrin e kamerës e për veshjen e qytetarëve. Pra këta që jetojnë sot në lukse, shikoj deklarimet e pasurisë që unë i shikoj, sa rrisin politikant. Pra prej njerëzve, pa e kujvoke, normalisht, politikat jetë Kosova është shtet. Dëgjoj, jo, Ka institucionet. se për të ora lo fjalën krim dhe korrupsion. Po, vija ty, po shtet. Sistemi Sistemi na jemi në ekonomi të rregullt, dikush mund të jetë më i varfër, dikush më i pasur. Po në këtë vend, ekziston një akt juridik që ta rregullon se si funksionon shteti, që pushtetet duhet të jenë të barabarta për të gjithë. Mirë, po çka kanë bërë këto pushtete? Këto pushtete vetëm nga e drejta e lëvizjes nuk na kanë cenu. Ne secili jemi të cenun nga e secila drejt. Madje edhe vetë pushtetarët janë të cenun për të drejtave. Pse? Presidenti i vendit tonë, unë atje po e lavdroj për punën e mirë që ka vënë. Po këtu duhet ta jap kritikën tam. Presidenti i vendit tam kërkon shërim jashtë shteti. Po e potencoj me emën e me mbi emën. Prindi i ministrit të financave të tashëm Hekolan Murati ka kërku shërim jashtë Kosovës. Pro llogarit, këtu i cënun është secili madje për shkollim të lirë është jenë cënu edhe fëmia presidentes, e cila i ka tërheq për shkolla publike, i ka dërguar në shkolla private. Llogarit çfarë shteti të pa substancë kemi kriju. Nuk është shteti simbol. Nuk është shteti flamur. Nuk është shteti vetëm lule në kalendarin tonë të historisë me dërgu të dëshmorët e kombit. Shteti është përmbajtje, shteti është substancë, shteti është qenie, shteti është krenari, shteti është pasaport, shteti është fuqi, shteti është fjallë e lirë, shteti është mirëqenie, shteti është barazi, shteti është drejtësi, shteti është është vesh. Pra, në këtë vend, se cili është
i privun. Pra, të njëjtë elita politike të Kosovës që kanë qenë deputet, kanë qenë ministra, kryeministra, në këtë tranzicionin tonë politik, e për cilën më nuk ka amnisti tranzicionin politik. Mbushi Kosova, tani me kaloj adoleshencën, po. Të njëjtin ka me kalu edhe dekada e ne nuk kemi mujt me arrit aty. Je skeptik? Absolut, jo kritik. Skeptik, po thëmë. Më falë, skeptik, se nuk e dëgjova mirë. E shoh se si funksionojmë ne. Pra, për si cilën pore, nëse ne dojmë me bashkëbisedu në dhe ti, jam i gatshëm me u sfidu. Qoftë në shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë në diasport, edhe me ta bën jo me skanimin e saktë kam, po me ta bë përshkrimin ku jemi ne. Në detajshëm, po. Absolutisht. Përse që në shkollë të gëzuara temat mund t'i trajtojmë datana, dhe veç absolutisht është një ditë e rëndësishme do të... Një shkollë po, që nuk e prodhon, nuk e shkollon një nxënës për 6 vite me ditë me ero një instrumenti popullor e me festu ditën e shkollës, qa preti prej këtij arsimi. Po do me thonë, këto elita, kjo është ajo elita që përdorëm, jo pishkas me përmbyll me këtë, këto elita jetën, to mendoj që shëkan jetën edhe luksin, personal. e lagjen Marigona, e në Sarand në villat e tyne, e në gjirin e Lalëzit, e në vikende në Selanik e kudo tjetër, e fëmijët e tyre duke shkollu në për universitete më prestigjioze, jashtë menojnë që kanë qytetarët. Po, faji është i qytetarëve. Pse? Pse çdo herë këto elita politike që nuk janë elita kanë kriju një standard politik, edhe shumë e rëndësishme. Thonë, me vazhdu tutje, se qytetarët prej zgjedhjeve të para kujtoj në vitin 2000, Po, 2000, po. E deri sot përmbushjen e tyre në votime ose në zgjedhje kanë me ego me inati. Pra, mos jetë hashimi, le të jetë Rogova u përmbushon. Kosova le të ecë e mos ecë s'po lodhna. Emancipimi nuk është Edhe proces. sot, është për tim emancipimi. Është proces. Bindu nuk është edhe pse nuk mund të bëhet me akt administrativ. mendoj që nëse e bojmë një statistik, një 50% del gjen, një 15% del edukim, edhe so mbet pjesa tjetër që lirin e shprehjes mendimit e kritikës të përcakton standardi jetës për cilën ne nuk e kemi. Edhe këtë mbështetje kolektive që sot shqiptarët kudo që janë, po e japim për UÇK-n, nuk ishte e shprehur vite më herët, por në këtë kontekst emancipimi don kohë mbase për të konsolidu, për të pjek, për të ndërtu. Si e cilësoni vizitën e krye diplomatit Kunjupsa me hak në proces gjykimi? Vizitë e valshme, por e domosdoshme dhe shumë domethënëse në këtë moment. Sa kanë rëndësi sot fjalimet e reagimet shtetërore të Kosovës, të presidentës, të zotit Kurti, ajo që e pam, të zotit Edi Rama dhe kudo që ka udhëheqës politik për ta denoncu një proces të dyshuar, komprometus në hak. Sepse gjithmonë po flasim për një trup gjykues që pritet nga sot e tutje të mlidhet dhe të analizoj, të peshoj gjitha provat, ato që operoi prokuroria, edhe me dosje servisë. Në fakt, si deklarime, si mbështetje morale shumë domethënëse, po jo të mjaftueshme për një proces që kërkon e ka kërku, e kemi humbë shumë në këtë përplasjen politike për t'i dhënë dorë më të fortë institucionale në raport me faktorin ndërkombëtar. Asgjë më shumë se sa ka pas obligim si kryeministër, qoftë si president, qoftë si ministër, me bën në raport me këtë rast e fundit janë qytetarë të vendit tënd, e ke obligim kushtetues me kujdes për qytetarët e vendit tënd. Në këtë historinë e luftave që kanë ndodhur, sidomos në kohët e fundit në Siri dhe tutje, ju e shihni se si shteti u shkujdes për qytetarët e vet.
Madje kemi raste që sot merren si shembull në studime të rasteve në raportet diplomatike që shtetas gjerman edhe me komsi kanë qenë pjesë e organizatave terroriste për cilat janë ndaluar në vende të ndryshme, po shteti gjerman o kujdes për qytetarën e vet që të respektohen drejtat e lirisë themeltare ato që janë të garantuara. Pra mendoj që këtu me qëllim për shkak të egos nuk janë kryer detyrat cilat kanë qenë ngarkuar, edhe ajo që do me përmbyll do të më na shërbyer në diçka. Jemi popull i vogël për kaq armiqësi të madhe. Se përballon populli on këtë armiqësi të madhe, këtë diskurs, këtë polarizim që ka shkaktuar kjo elita korruptive, pameritore, politike edhe në familje. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë që ishe me mua në këtë emision. Në këtë ditë besoj të rëndësishme ku gjithë vëmendja, reflektorët e interesimit janë se ç'po ndodh realisht në një proces kompleks në hak. Të faleminderit shumë. Faleminderit edhe unë edhe ti edhe secili po bëjmë punën tonë cilën ne kemi detyrim. Edhe natyrisht punë jonë po. Uroj edhe pres, edhe çdo verdikt tjetër përveç që djemtë tonë na i kthen në tokat tona e që janë të pafajshëm, nuk pres asgjë tjetër. Përndryshe çdo vendim tjetër nuk është vendim për paqe, nuk është vendim për drejtësi, është vendim që herdo kur do ka me i kushtu vetë faktorit ndërkombëtar, edhe ka me kontaminu edhe më tej politikën, e sidomos në raportet mes neve dhe Serbijës, për shkak që ne jo për fajin ton, po për drejtën ton kemi pas mbështetje nga vendet më të forta e superfuqit e këtij globi që na rrethon. Kështu që kjo nuk është vetëm sfidë për ne si shqiptar, por është edhe për gjithë ata ushtarë të NATO-s e për ato vendime që në kohë të vështira në vitin 1999, me presione, pa presione, në momentume që inkriminon edhe vetë rrethimin e tyre, po. Nuk e di qytetarët ta kanë harruar, por në kujtesën time është ajo ngjarja kur forcat ruse të KFOR-it hynë në Kosovë pa marrëveshjen e NATO-s. Edhe këtu rrezikonte që të fillonte një luftë për tepër mos. Clark dhe Jackson kishin edhe vetë polemike ata, po. Kështu që uroj që djemtë tonë na kthehen në familjet e tyre. Falenderoj edhe një herë. Respekt për ju, për gjithë lufttarët, natyrisht respekt të paçmuar për familjet e dëshmorëve, të martirëve, për çdo gjë që kanë bërë për lirinë, për anë liberal, demokracinë, sot që gëzojmë si shqiptarë. Faleminderit. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.